Vuani nga infeksionet urinare. Kjo është zgjidhja për të shpëtuar një herë e mirë. Gati gjysma e grave preken nga infeksionet urinare në një moment të jetës së tyre, por mos të në rreth 70% e tyre mund të preken të paktën 2 herë në vit nga infeksionet urinare. Por çfarë do të thotë kjo? Shkurt, gjasat që vuani nga infeksione urinare të keni djegje, gjithashtu dhimbje dhe iritime nga prania e bakterieve që udhëtojnë direkt te uretra janë vërtet të ndaja dhe mund të ndikojnë gjithashtu. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë në aspektet tuaja shëndetësore, duke krijuar kështu komplikacione të njëpasnjëshme. Një mënyrë për të reduktuar riskun edhe nga këto bakteri të dëmshme është pastrimi me letër higjienike nga para dhe mbrapa dhe urinimi menjëherë pasi të ndjetë nevoja. Megjithatë, një studim i JAMA International Medicine theksoi se ka edhe nga një mënyrë shtesë për të parandaluar akoma më shumë riskun për të prekur nga këto komplikacione dhe qëndronte mënyra se sa ujë konsumoni gjatë ditës. Mjekët dhe studiuesit e Universitetit të Texas, Florida dhe Francës u bashkuan në një studim të tyre 12 mujor dhe arritën se 140 gra që vuanin nga infeksionet urinare, të cilat konsumonin më pak se 1.5 litër ujë në ditë, në emër të shkencës gjysma e tyre ju kërkuan të konsumonin më shumë ujë në përditshmërinë e tyre, ndërsa pjesa tjetër vazhdoi të konsumonte po njësoj sasinë e ujit. Në fund, studiuesit kuptuan se gratë që kishin pirë më shumë ujë, të paktën kishin më pak infeksione të tjera. Rritja e pirjes së ujit është një strategji efektive për të luftuar mikrobet, për të parandaluar kështu infeksionet, sidomos te gratë pas menopauze, të cilat mund të riskohen gjithashtu nga përsëritja e infeksioneve, sidomos edhe sëmundjeve të tjera, citoi autori Thomas Hood. Pra, pini më shumë ujë në përditshmërinë tuaj për të mbrojtur shëndetin dhe për të evituar gjithashtu ndikime negative të infeksioneve urinare. Infeksionet e traktit urinar janë shumë më të zakonshme. Një analizë e vitit 2022 në të cilën u bazuam zbuloi se gjatë viteve 2019 më shumë se 404.6 milion njerëz në mbar botën kaluan të paktën një infeksion urinar. Infeksionet urinare ndodhin kur bakteret hyjnë në rrugët urinare edhe preken këdo, por femrat janë më të riskuara që të vuajnë nga këto komplikacione. Kjo edhe për shkak të formës së tyre anatomike, për shkak të tubit që nxjerr urinën nga fshikza i cili është më i shkurtër se tek gjinia mashkullore. Distanca më e shkurtër bën që lehtë bakteret të arrijnë në fshikzë. Simptomat mund të shfaqen si ndjesi djegje gjatë urinimit, urinim i shpeshtë, urinë e turbullt me erë të keqe, urinë pa erë dhe gjithashtu një ndjesi e zbrazjes jo e plot sa herë që shkoni në tualet, që shoqërohet gjithashtu edhe me dhimbje. Edhe pse antibiotikët që përdoren për të luftuar infeksionet kanë në disa mënyra për të lehtësuar atë, por mënyrat më të mira natyrale dhe higjiena e mirë mund të jetë zgjidhja përfundimtare kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni që të keni një gjendje imunitare më të shëndetshme, atëherë pini më shumë lëngje në përditshmërinë tuaj. Urinimi i rregullt mund të ndihmojë në lehtësimin e infeksioneve bakteriare nga trakti urinar, duke parandaluar kështu edhe infeksionet e mundshme. Kur jeni të dehidratuar dhe kur nuk urinoni shpesh, terreni për më shumë bakterie është i përshtatshëm. Për të qëndruar të hidratuar dhe për të plotësuar nevojën tuaj për lëngje, është më mirë që të pini sa më shumë lëngje në përditshmërinë tuaj. Merrni vitaminën C. Disa prova sugjerojnë se marrja dhe rritja e sasive të vitaminës C mund të mbrojnë kundër këtyre infeksioneve. Vitamina C mendohet se rrit aciditetin e urinës duke vrarë bakteriet që shkaktojnë infeksione. Frutat dhe perimet janë veçanërisht të larta në vitaminën C dhe janë një mënyrë e mirë për të rritur sasinë e konsumit të saj. Specat e kuq, portokalli dhe kivi gjithashtu përmbajnë sasi të plota të rekomanduara ditore të vitaminës C. Konsumoni lëng boronice pa sheqer.
Konsumi të lëngut të boronicës të ëmbëlsuar mund të jetë një mënyrë natyrale për të luftuar infeksionet urinare. Ju gjithashtu mund ta merrni edhe në formën e kapsulës. Boronicat e kuqe funksionojnë duke ndihmuar në parandalimin e ngritjes së bakterieve në traktin urinar. Merrni probiotik. Probiotikët janë mikroorganizma të dobishëm që mund të konsumohen përmes ushqimit ose suplementeve. Ato mund të vendosin në ekuilibër të shëndetshëm të bakterieve në zorët tuaja. Ju mund t'i gjeni në formë suplementi ose në ushqime të fermentuara, të tilla si kefiri ose kosi natyral. Ato janë të dobishme për të rivendosur bakteriet e zorëve dhe për të trajtuar antibiotikët. Ruani gjithashtu një higienë të mirë dhe parandaloni infeksionet. Parandalimi i infeksioneve urinare fillon në praktikimin e disa zakoneve të mira të higjienës. Së pari, është e rëndësishme të mos e mbani urinën tuaj për një kohë të gjatë. Kjo mund të çojë në një grumbullim të bakterieve duke çuar më pas edhe në infeksione të rënda, që kërkojnë gjithashtu edhe trajtime më të specializuara. Është e rëndësishme që nëse vini re ndryshime të papritura në gjendjen tuaj shëndetësore edhe keni gjithashtu një erë të keqe gjatë urinimit, duhet të adresoni atë me patjetër tek mjeku për të marrë trajtime më të specializuara. Nëse jeni prekur ndonjëherë nga infeksionet urinare, mund t'i dini vuajtjet e ndjenjësitë e këqija që mund të përjetoni gjatë urinimit. Mbi 60% e grave në të gjithë botën preken zakonisht nga infeksionet urinare dhe më shumë se 25% e tyre përjetojnë në rikthimin e kësaj gjendje brenda të paktën 6 muajve. Hani sa më shpesh hudhra. Hudhra ka në përmbajtjen e saj alicin, një përbërës shumë i rëndësishëm me veti të mira antibakteriale. Merrni në dietën tuaj vitaminën C. Një studim i vitit 2007 zbuloi se mjafton një dozë ditore për 100 mg vitaminë C për të trajtuar infeksionet urinare, sidomos te gratë shtatzana. Kjo vitaminë bën urinën më acide dhe si rrjedhoj, nuk lejoj shumimin ose zhvillimin e bakterieve Escherichia coli, që është përgjegjësia kryesore për shfaqjen e infeksioneve urinare. Përdorni vajin e karafilit. Përveç se na zhbllokon, karafili është gjithashtu një bimë çuditëbërëse për sa i përket vlerave ushqyese që përmban. Pasi nënshtrohet një procesi presimi me të ftohtë, ju mund të konsumoni në formën e vajit bimor. Vaji i karafilit shquhet për vetitë e tij antibakteriale dhe antimikotike. Nëse vuani her pas here nga infeksionet urinare, ju këshillojmë të pini vaj karafili për gati 2 javë dhe rezultatet do të flasin në favorin tuaj. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të mos merrni antibiotik dhe asgjë tjetër. Pini gjithashtu vaj rigoni. Vaji i rigonit na ofron një sër përfitimesh për shëndetin, kryesisht lidhur me rrugët e frymëmarrjes dhe sistemit imunitar. Njihet gjithashtu për parandalimin dhe trajtimin e infeksioneve të traktit urinar, duke parandaluar kështu bakteriet si Escherichia coli. Një lloj vaji karafilit mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë, por gjithmonë duhet ta përdorni në këshillën e ekspertit. Përdorni lëngun e boronicave të kuqe. Lëngu i boronicës së kuqe ka efekte të jashtëzakonshme mbi fshikëzën urinare pasi përmban sasi të mëdha të përbërësve që ndalojnë rritjen e Escherichia colit, bakterit më të zakonshëm që shkaktojnë infeksione urinare. Boronica e kuqe përmban agent antifungal, të cilët kanë avantazhe ndaj antibiotikëve dhe mbi të gjitha nuk janë të riskueshëm për shëndetin tuaj. Nëse shpesh vuani nga infeksionet urinare, konsultoni me mjekun tuaj për një trajtim përfundimtar dhe mbi të gjitha pini më shumë ujë në përditshmëri. Të qeni të hidratuar dhe konsumi sa më shumë ujë çdo ditë është një mënyrë e mirë për të parandaluar infeksionet urinare. Pirja sa më shumë ujë dhe urinimi shpesh ndihmojnë në nxjerrjen jashtë të bakterieve. Filloni duke konsumuar gjithashtu 9 gota ujë në ditë, sigurisht duke pasur në konsiderat nivelin e aktivitetit, dietën dhe mjedisin. Asgjë nuk mund të zerë vendin e ujit, prandaj përpiquni ta keni pjesë përbërëse të pijeve tuaja. Ekspertët rekomandojnë konsumin e hudhrës për shkak të vetive të saj natyrore antibiotike. Të rëndësishme ta shtypni hudhrën dhe ta lini për 5 minuta që të lëshojë përbërësin alicin. Përpiquni të konsumoni një thelbi të vogël hudhër në ditë dhe në natë për të marrë rezultate. Nëse nuk e duroni dot erën e saj, mund ta përdorni në forma të ndryshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.